Përshëndetje dhe mirë se vini në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me Noli Show, Noli TV. Kemi njerëz të botës të artit. Kemi njerëz me vlera, kemi njerëz që suportojnë, kemi njerëz që punojnë, kemi njerëz që dhurojnë dashuri, kemi njerëz që më të vërtet duhen të jenë shembull. Edhe më të vërtet sot kemi një zonë që është shembull. Mirësia saj dhe përmirësia saj para se t'ja ceki profesionin, do ta them një gjë të bukur që aja e bën në shpirtin e vet. Është mësuese për fëmijët me kufi të kufizuara. Kjo është një shembull shumë i bukur, kjo një shembull që nuk ka se si të shpërblehet edhe si të dekorohet. E kemi Greta Tahiraga, është piktore shqiptare nga qyteti i Shkodrës, meqense qyteti i Shkodra është e njohur për humor. Për gjërat më të bukura në jetë që bën është Shkodra. Kështu që zonja Greta, përshëndetje dhe mirë se të kemi sot dhe është me të vërtet një kënaqësi ime sot të jesh së bashku me mua këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Përshëndetje, mirë mbrëma. Jam shumë falënderuese për ftesën që më keni bë. Është kënaqësi për mua me kanë pjesë e emisionit tuaj tek Noli TV, Noli Show. Dhe ka gjë më të bukur me fol për artin. Faleminderit për ftesën, për atë çfarë juve ju ka interesuar shumë për artin që leverojon pikturën. Jam shumë e lumtur. Atëherë, një gjë e bukur gjithmonë kur I kam artistat në studio, ka një prapavit bukur për brapa që nuk ka të paguar. Shikoni çfarë peisazhi të bukur prapa shpinës ju, ato piktura të bukura, atë renditjen e bukur, atë energjien. Kështu që e kam ndërmend me të kthyer mbrapa shumë shkodrane, sepse ke çka të thush për jetën tonë, fëmijën tonë dhe punët e juaja, se si ka ardhur kjo far energjia juaj, filloni të vizatoni, të punoni, çka keni bën në kohën e fëmijërisë së juaj. Faleminderit për pyetjen. Rrugtimi im nuk ka qenë fort I lehtë në artin, po e marr të mirë fill të artit pikturës. Ka qenë një rrugtim I gjatë. Fillimisht rrugtimi im ka qenë si çdo fëmijë që I ka pëlqyer me vizatu, me lujt, me ngjyra, me bojna, deri në një moment të atill që njeriu merr vetë drejtimin ku da mu kanalizu. Nuk kam studiu për piktur. Mora zgolla një lloj tjetër deget për mësuesi në cikël të ulët, u diplomova. Jeta ka ato kthesat e veta. Si çdo shqiptar kam emigruar dhe unë në vendin më të bukur themun të artit në botë, në Firenze. Kam jetuar atje për 10 vjet. Për 10 vjet shpirti im lëvroi të mbrëm, sepse u njoha me një botë gjigande të artit, të kulturës, një botë e mrekullueshme. Po, atje kam ndjek edhe kurse për art. Dhe ato më dhanë një lloj identiteti tjetër. Fillova me pa botën ndrysh, fillova ta shoh botën me ngjyra dhe ëndra jeme filloi mu rizgju edhe mu bë realitet. Wow. Pastaj erdha në Shqipni, u rikthye për shumë arsye dhe gjaja parë ishte punësimi. U riktheva në arsim, zgjolla shkollën ku unë punoj me aftësi ndryshe. Jam e lumtur që punoj atë dhe jam jashtëzakonisht jam falënderuese Zotit që më çoi në atë shkollë vendimi që mora, sepse aty filloi pika jame e parë me dal në përtej
arti filloi duke lëvru mand fëmijëve fillimisht. Wow. Edhe testova me ta, dhe me thanë, shikoja tek fëmijë, tek ato fëmijë të mrekullueshëm, shikoja që ngjyrat i tërheqin shumë. Pse jo thash? Po filloj të bëj një ekspozitë dhe është ekspozita e parë që kam bërë në qytetin e Shkodrës, ku pati një jehull jashtëzakonshme. Unë tashmë e kisha nisë rrugtimin që s'kishte pushim për pikturën, por si fillim e nisa me fëmijët. Dal nga dal, piktura mori jetë, mori frym, u frymëzova dhe më shumë. Edhe kështu filloi deri që kam punu shumë. Kam marrë dhe kurse për pikturë më të thëdhuar tek një profesore shumë gjithmonë jam mirënjohëse, piktores Mira Jahja, për ca muaj. Dhe normal, shumë e surprizuar profesoresha, më tha, me punën tonë ti i gati me hap ekspozitën e parë. Kështu që unë vërtet hapa ekspozitën e parë, temen, por jo të fundit. Shumica e njerëzve kur përcaktojnë të jenë mësimdhënës, mësues apo mësuese, përcaktojnë shumica punojnë me fëmijë të normal. Çka ju ka shty juve që të punoni me fëmijë me aftësi kufizuar, me qenë se ata fëmijë nuk e kanë atë stabilitetin si duhet si fëmijët normal? Çka të shtyri ty, çka të shtyri ajo dashuria me ta? Si u dashurove me ta? Pse? Kjo po më intereson se aty pas ka lind ty edhe pjesa artistike te këta. E kuptova pyetjen. Nuk erdhi krejt rastisht. Unë fal një lloj eksperience që pata në Firenze, një shkollë verore, kam punu me fëmijë me aftësi ndryshe. Atje vërtet mora një lloj ndjesie të jashtëzakonshme. Kur erdha në Shqipëri, mendova pse jo, me kanë pjesë, dhe me thanë, unë e gjesha vedin, të pakten ai lloj kontributit të jemi, të shkote në favor këtyre fëmijëve. Ndoshta shpirti mund të hoqi, që me kanë pranë tyne, afër tyne, me punu me ta. Nuk është e lehtë me punu me ta, është shumë impenjative. Por, mos harrojmë, është jashtëzakonisht të jep një satisfaksioni të veçantë kjo punë. Janë fëmijë aq të mrekullueshëm, ka një botë të jashtëzakonshme, që ti mihesh mirë, kur kthehem në shtëpi pas një lodhje dite pune shumë gjatë, mendoj që diçka një fëmijë ka arrit, diçka i fëmijë jam për kujdes normal si mas kurrikule, si mas punë, si mas shkollës, por prap se prap e mi që ka marrë një lloj buzëqeshje për ati fëmijë. Dhe kështu kam vazhdu, janë ba 12 vjetë që punoj me ato fëmijë. Kemi pa edhe do të dalim pak ajo veprimet e juaja artistike, është natyra, lullet, objektet, pemt, perimet. Unë kam parë, por nuk kam pa ashtu detajiste që të vizatohet një pemë me një detaj shumë interesant që sa i pasha pikturat, më shkon të dora
ta marrë një drez, ta marrë një qershi, aq bukur që i kishe vizatuar, ja ke dhënë atë ngjyrën, niansën, atë dukjen. Këtë sekret dua ta di. Atëherë, unë jam piktore e zhanrit natyrës qetë. Për mu, piktura është një lloj emocioni që më jep dhe më përmush. Ndonjëherë njeriu kalon tek përditshmëria e tij dhe gjanat kalojnë natyrshëm. Ndërsa tekon është e kundërta. Nalem, i studioj edhe më duket sikur i jap shpirt. Natyra e qetë për mu do të thotë shumë. Është një lloj emocioni që të lidh vetë të natyrshëm. Po, këto këto fruta, këto lule shumë ngjyrshe, janë pjesë e rrugtimit tim të jetës. Janë pjesë që vërtet janë të heshtuna, por kur derdhen pikturë, ato jetojnë në përjetësi. Gjithkush ka një lloj fëmijët se si arrit, një lloj rritjet si arrit, i rrethu me objekte të ndryshme, me baçet. Shkodra është një as pa fund. Baçesh me lule, objekte të vjetra, ne kena Shkodra ne krenona, se Shkodra ka këngë, minja këngë, qindra këngë që i kushtohen lules, ka ditën që i kushtohet dita Shnjergjit, prap i kushtohet lules. Pra nuk kanë lim kot, janë frymëzime që shumë këngëtar, shumë kompozitor ndryshëm janë frymëzu prej tyne, prej fëminisë, prej jetës që kanë jetu, prej kthimit pas, dhe edhe unë ashtu më vjen frymëzime, dhe atë moment, atë qast që përjetoj du me hellë në telajo. Por mos harro, për me hellë në telajo, qoftë një lule, qoftë një enë baltet, qoftë nuk e di, qelqet, e shumë që shka. Ma parë kalon ai kompozimi që ti para hedhjes në telajo e formëson, t'jep një shkak, t'jep një moment, një emocion, deri që më ndajnë ti qëndron para telajës dhe e din se nga një herë gjatë pikturimit është shpirti që t'udhëheq, jo dora. Dhe kjo është aja rruga jame. Nuk është se s'kam nuk provoj zhanre tjera, patjetër peizazhi më tërheq shumë. Dihet që në Shkodër kam mjaft peizazhe edhe të virgjëna, e shumë të bukura, edhe ato i aplikoj, e i pikturoj. Por shumë herë jam e përfshine veç tek zhanri natyrës qetë. Natura morta. Ekspozitat e para, kur keni filluar, në cilin vetë edhe si u kanë shku, edhe më na tregu pak vendet të ndryshme ka ke marrë pjesë. Po. Në fillimet e mia, vunari që arti jem vërtet u pëlqy nga kritika. Një përkrahje tjerë zakonshme dhe unë marrë shkas me përshnej, është profesori shumë i nderuar, artisti i madh i qytetit Shkodrës, Ferit Kolla.
ai s'ka rejsht kur njëherë, pa më dhanë inspirim, pa më motivu, pa më thanë me icë para, shumë me punu, shumë me studiu, shumë me lexu, edhe unë jam shumë mirënjohëse. Nuk ka ditë të sa kohë, të sa vite, që unë nuk kaloj një penelat në telajo. Me daljen e ekspozitave të para, që të bana ishin të shpeshta në vitin 2017-2018, pata ftesa. Pastaj ne jetojmë në botën e globalizmit, interneti, bota sociale, normal që ka ba punën e vetë e quaj për mirë. Edhe aty mori hovë dhe puna jeme dhe u vlerësu. Kisha ftesa, shumë ftesa, dhe ndërto mund të përmend, është viti 8, radhasi që marrë pjesë për krah piktorëve të më të mirë që ka në pranver art që zhvillohet në Muzeun Historik Kombëtar në Tiranë çdo vit. Pastaj kisha ftesa në Kosovë, në Gjilan për ditën e çlirimit të forcave të NATO-s, në Turqi për muajin e gruas, ka marrë çmim për gruan piktore, ishte në fusha të përcaktuara dhe një ndër to ishte fusha pikturës, që unë iva shumë e vlerësume, jashtëzakonisht mirë, me një emocion, e kam përjetu me një emocion shumë të veçantë. Më vonë, kam marrë pjesë Monte Carlo, ishte çmimi i radhës, ku kam fitu palmen e artë në Monte Carlo. Mes ishin përzgjell shumë artistë nga gjithë bota. Pastaj në koloni artistike në Itali, në Marke, Fano, quhet qyteti, për 3 vjetë rresht. Në Ulqin, kam marrë pjesë 2-3 herë, kam hap ekspozita. Pastaj në përsëri në Itali, e shumë ekspozita të tjera të ndryshme, por dhe koloni si në Sarand, në Kosovë shumë herë, në Shkodër, dhe sigurisht marrë pjesë në salonin e vjesht për shumë vite rradhazi, që zhvillohet dhe tani në prag të salonit të vjesht të edicionit të 17 më duket, edhe aty me një piktur time. Por dhe ekspozita funit ku kam marrë çmim, që jam nderuar me çmim, është në Firenze, 2 herë në Firenze të Italisë. Jam fal punës, diskutohet, fal punës impenjative, për kushtime, puna është vlerësu, edhe jam shumë e gëzume, jam shumë e lumtur. Atëherë, do të kishit pranu edhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës me kenë edhe këto? Shpresoj, pres një ftesë. Dëgjo, dyrt janë të hapura këto, me të vërtet me këto punimet e juaja që i keni gjigante, pse mos promovohen, pse mos të vinë këto, me qenë se ju e kuptoni edhe vetë edhe të një tashti në përmes rrjeteve socialeve, në për këto farë website që janë që i keni ju, shumë shpejt arrini, por është ndryshe kur t'jeni edhe prezenca juve, do t'jetë edhe ma bukur këto, të vinin me nga i ekspozitë se ka vendet të ndryshme këtu që ku mundeni, ku njerëzit i gjejnë këto pikturat, me të vërtet këto piktura shumë të mirë edhe po shifen edhe në ekran, atë që të bukura, kështu që a keni ndonjë faqe zyrtare, apo Facebooku, apo si i keni këto? Posedoj faqe në Facebook edhe në Instagram, Greta Tajeraga.
Ditë them, fatkeqësisht mund ta them që arti shqiptar politika për përkrahjen e artistëve shqiptar është pak në nivelin e duhur. Artisti ka nevojë për promovim. Artisti ka nevojë për me dhënë një mundësi edhe një lloj, po e them thojza, tregu artit, që jo vetëm pikturat shitet, por edhe të shikohet, edhe t'jetë për çdo shtresë, t'jetë në ana vizuale, të shikohet, përkrahet, të jepet mundësi artistit, pse jo vetëm në Shqipëri, po anë mban botë, me hap ekspozita, me bashkëpunu me artistë tjerë e tjerë. Për këtë kam pak, jo vetëm unë, por gjithë artistët. Mbështetjen e shtetit shqiptar, sa ka mbështetje për juve artistat? Me qenë se folët pak, por duam ta dim. Atëherë, nuk di që të them, unë flas për veten time, unë hala nuk kam sot një studio në time, qoftë edhe me qërata kem, por që shteti ta mundson një studio për me ba art, me pikturu, me ke një shpis e jotja për te shpis që ke. Unë kam bar një lloj studio, mini studio të improvizume këtu në shtëpi, dhe kjo është një ndër qasjet negative, sepse ai që don me blej piktur thët ku e ke studion, ose edhe me vizitu artin tem, thët a mund ta di ku e keni studion, dhe kjo është një tham penges që artisti shumë herë ka ato vështërsit, has ato vështërsit e veta. Megjithatë, vrulli nuk ka se më ndal, unë vazhdoj po të njëjtën kohë, vazhdoj dhe bëj art. Atëherë ju po e shihni vetë çdo herë edhe media televizive me mundësitë që i kemi, që mbështesim edhe t'ua tregojmë botës punën e juaj, artin e juaj. Besoj që ndoshta edhe në përzyret e qeverisë shqiptare mund të hyjnë edhe këto fjalë, pse mos të suportohet, pse mos të ndihmohet, e di se shteti jon shqiptar, shteti Kosovës, e gjitha shqiptari ku jemi, besoj që kanë buxhete për të mbuluar të, sidomos jam ka e kuptoj se arti është lanë pak anësh, edhe nuk është shumë për suportim, po besoj që për promovimin e për mbështetjen e për këto gjëra, besoj që do të vjen koha të dalin dhe ta kuptojnë jashtë masë e mirë dhe t'ju mbështesin dhe t'ju suportojnë, se kur njeriu i shohim, kur ne i shohim punët e juaja se si i bani, edhe kur futemi në atë shikimin e bukur që e shikojmë një pikturë, na duket vetja se me të vërtet kjo gjë është e gjallë, sikur të jetë pa marrë parasysh ose një peizazh ose një figure e një personit, duket një peizazh i bukur, pse mos suportohet, pse mos ndihmohet. Jo, unë ai tjetri mundo që jemi të dhënën mes kësaj pune, se duam këtë punë. Pse mos na mbështesin për shembull edhe neve që po bëjmë diçka të bukur, po tregojmë botës gjërat e bukura, kështu që jam shumë kurreshtar që të shkon në veshin e duhur edhe të shikohet, edhe sidomos ata njerëz që e kanë studiuar artin edhe kulturën, edhe e dinë se çfarë vlere ka. Besoj që është mirë t'ju anashkalojnë ty në fat debateve politike që janë të i bërë në për vendet tona, t'ju futen pak kësaj gjë të bukur, t'ju futi kësaj mrekullie që e ke përmbras, ta shikojnë se
kush është Greta, kush është ai tjetri, kështu që kjo është, besoj kjo do të jetë shumë më mirë për popullin tonë shqiptar me. Doja për fond ta dija çka mendonin të ardhmen. Çfarë plan programi do të keni në të ardhmen? E kuptoj. Planet janë shumëta. Jam natyrë që jam shumë komullse në atë që i ve vetes qëllime dhe e arri. Ndoshta pak me sforzo, pak me i arri qëllimeve. Besoj nga viti tjetër do të vi një ekspozit tjetër nësh. Përsëri, nuk do i ndahem natyrës qetë, por do të vi një tematik ndryshe. Kam dy ftesa për me marrë pjesë në Venecia dhe në Napoli për dy ekspozita kolektive janë. Unë përfaqësohem me një piktur në secilin e vend dhe kështu shpresoj që do t'ja arri qëllimit. Di me të thënë që Greta edhe për të ardhmen e lartë, gjithmonë do t'jetë një qoshk me një telajoj penelat në dorë, sepse për mu është një lloj mbushje shpirtënore. Unë kur pikturoj, sikur shputem dhe del në një dimension tjetër. Dhe kja është aja që njeriu gjen prehje, qetësi, emocion dhe kja besoj ka me mjek edhe për gjatë viteve. Shpresoj. Shëndetin të kemi. Unë kisha thonë publikut tonë të dashur që na dëgjojnë edhe na shikojnë, anë mban botës, kisha pas dëshirë që sa do qoftë të marrin nga një pikturë për juve. Nëse ata burra janë që e adhurojnë lulet, ja dërgojnë të dashurave të veta, ne ta marrin një pikturë të bukur që i ke ja me lule të bukura, ne ta vendosin në dhomë dhe ti thotë të dashur ose bashortët, ja ku lulet i kje për çdo ditë afër meje, afër juve. Por, nëse dikush që don ta shikoj tavolinën me të mbushur me frutat e bukur, atëherë për kuzhinë është mirë që të mirët një fotografi, një peizazh me fruta që e ke pa ka njeriu kur shikon ngopet, edhe kur se ka e kërkan, e kështu që më mirë ta ketë si pikturë dhe të ngopet. E kështu që me të vërtet këto pikturat e juaja që po i shohim në ekran këto, kanë një farë motivit të bukur, një farë peizazhit të bukur. Unë kur i pash prapë po kthehem, mundoja t'i bëja zoom t'i shikoj, më dal ke rushi i vërtet, më dal ke holla, ajo gjërat e bukura të vërteta, kështu që kënaqësi është me i pas në këto pikturat e bukura, se dora juve artistike që i ka bërë është mirë që të ketë në për vendet të ndryshme, në për shtëpijat e bukura, pse jo? Jem njerëz që kemi krijuar, jem njerëz që kemi bërë këta. Kështu që një mesazh për të gjithë shqiptarët anë ban kudo qoftë që janë në botë, sa do qoftë të ndëgjojnë nga zonja Greta. Atëherë, i përshëndes gjithë shqiptarët anë ban botës. Ju përshëndes ju veçanërisht. Ju përshëndes tanë bashkëpunëtorët tuaj në studion tuaj, televizionin tuaj. Ju jam shumë mirënjohëse për ftesën. Në këtë botë të zhurmshme, mendoj që njeriu ndonjëherë duhet munoj edhe me pa munon para qoftë edhe para një pikture, edhe me pa se bukura ekziston rreth nesh. Edhe mendoj kja shërben për tanë. Faleminderit shumë. Zonjë, faleminderit shumë. Pra të nderuar shikues dhe dëgjues ku do qeni, dua t'ju falenderoj shumë për kohën juaj që i ndani dhe na dëgjoni këto gjërat e bukura, siç e patëm me zonjën Greta Tahiraga, piktoren e njohur të Shkodrës,
Kështu mirëmbëjtjem deri në emisionet e radhës me kanalin 39 në TV Al, kurse në kanalin 249 në Nimi TV ku mund të ndëgjoni emisionet, të shikoni, kem muzikë, kem të gjithat, pra mirëmbëjtje dhe miru takofshim deri në radhët. Çdo nëntor, shqiptarët bëhen bashk kudo në të botë. Në çdo qytet, në çdo ekran, zemra shqiptare rreh njësoj. Përfito super zbritje në paketat më të ndjekura shqiptare. Shiko Big Brother VIP Kosova, programet festive, filmat e fundit, serialet dhe të gjitha kanalet shqiptare në Amerikë edhe Kanada. Sepse lidhja me Andreu është lartë. 24/7. TV Al është zemra shqiptare.